Universi po hap një derë të re. Dita që ndryshon rrugën e zemrës. Energjia e 5 nëntorit nuk është e zakonshme. Është një ditë ku zemra kupton atë që mendja ka hezituar ta pranojë. Ndjesit janë të thella, ngjarjet janë të qarta dhe sinjalet janë të drejtë për drejta. Universi sot po i vendos njerëzit në vendin e duhur, me personin e duhur dhe në kohën e duhur. Nëse ke ndier ngarkesë, sot ajo shpërndahet. Nëse ke pritur një përgjigje, sot vjen. Nëse ke dashur një shenjë, sot e merr. Dëgjoj zemrën tënde me kujdes, ajo po flet më qartë se kurrë. Sot është dita e qartësisë së shpirtit. Dashi hyn në këtë ditë me energji vendimmarrëse. Mund të ndjesh një shtysë të brendshme për të zgjidhur çështje që i ke shtyrë prej kohësh. Në punë, instinkti yt është i mprejtë dhe sot fjalët e tua kanë ndikim. Një bisedë me dikë me autoritet mund të shkojë më mirë se sa mendon. Në aspektin romantik, kjo ditë sjell një hapje emocionale. Nëse je në lidhje, partneri yt mund të tregojë diçka të ndjeshme që e afron zemrën. Nëse je single, dikush që të ka parë prej larg mund të afrohet. Në financa, është moment i mirë për të rishikuar planet dhe për të krijuar një strategji më të qartë. Trupi mund të kërkojë pushim në mes të ditës, dëgjoj sinjalet e tij. Sot universi të thotë: vepro me guxim, por me qetësi. Ky kombinim është çelësi yt. Demi, energjia e sotme të jep stabilitet të brendshëm. Në punë, gjërat fillojnë të marrin formën që ke pritur. Mund të marrësh një lajm që të jep siguri për të ardhmen. Në dashuri, është një ditë ideale për qetësi dhe biseda të sinqerta. Nëse je në lidhje, do ndjesh se partneri është më pranë shpirtit tënd. Nëse je single, dikush i butë, i qëndrueshëm dhe emocionalisht i sinqert mund të shfaqet në mënyrë të natyrshme. Në financa, kjo ditë të favorizon për planifikim të mençur, mos bëj shpenzime të shpejta. Sot është momenti të reflektosh mbi dëshirat e tua të vërteta. Ajo që e ndjen në trup sot është udhërrëfyesi yt. Universi thotë: gjërat më të forta arriten ngadalë, por sigurt. Besoj ritmit të shpirtit. Binjakët, sot mendja dhe zemra punojnë së bashku. Një bisedë ose një takim mund të hap një derë të re, qoftë në punë apo në marrëdhënie. Në punë, fjalët e tua janë të fuqishme dhe bindëse. Mund të marrësh një rol, përgjegjësi ose detyrë që të nxjerrë në pa talentin tënd. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Nëse je në lidhje, një bisedë zemër më zemër sjell qartësi dhe afrim. Nëse je beqar, dikush që ka vite që të sheh me admirim mund të vendosë të flasë. Në financa, është ditë e mirë për të menduar ide të reja që sjellin të ardhura. Intuita është tepër e fortë sot, besoje. Universi të thotë: fjala jote krijon realitet. Përdore me dashuri dhe qartësi. Gaforia. Sot emocionet janë të buta, por të thella. Mund të kesh një moment ku e kupton pse disa gjëra kanë ndodhur pikërisht kështu. Në punë, është ditë e qetë, me mundësi për të mbyllur çështje të hapura. Në dashuri, ky është moment për afrim emocional. Nëse je në lidhje, partneri mund të befasojë me një gjest të ngrohtë. Nëse je single, zemra mund të hapet papritur ndaj dikujt që të kupton. Në financa, nuk ka luhatje të forta, gjithçka është e qëndrueshme. Sot universi të thotë: mos u mbro, lejo dashurinë të prej. Kjo ditë shëron zemrën. Luani. Dita e sotme përqendrohet te veprimi dhe vendimmarrja. Në punë mund të afrohet një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi ose për të shfaqur aftësitë e tua në një situatë ku të tjerët hezitojnë. Kjo është dita kur duhet të flasësh qartë dhe drejt, pa e anashkaluar të vërtetën. Në dashuri, nëse je në lidhje, pritet një bisedë e rëndësishme që mund të përmirësojë komunikimin. Nëse je single, dikush mund të afrohet me sinqeritet, mbaje mend,
mos jep përshtypje që je i paarritshëm. Në financa është një ditë e mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të bërë një plan të ri, më të strukturuar. Mund të marrësh një lajm lidhur me një pagesë të vonuar. Shëndeti është i qëndrueshëm, por shmang lodhjen e tepërt. Sot është ditë për të vepruar me logjik, jo me impuls. Virgjëresha. Sot dita të kërkon qartësi dhe renditje. Në punë do të përballesh me detaje që kërkojnë saktësi. Është dita ideale për të mbyllur detyra të mbetura ose për të vendosur struktura të reja që të ulin presionin. Nëse ke ndjerë pasiguri kohët e fundit, sot mund të marrësh një informacion që të qetëson. Në dashuri, një qasje e qetë dhe e matur jep rezultatin më të mirë. Nëse je në lidhje, kujdesu që bisedat të mos kthehen në kritik. Nëse je single, mund të përqej dikush që ka qasje të ngjashme me tënden, e qetë, analitike, e matur. Në financa, është ditë e mirë për të analizuar dhe për të bërë llogari të qarta. Mos merr vendime të nxituara për investime. Sot qëndro pranë gjërave të sigurta dhe të provuara. Trupi kërkon balancë. Ushqim i mirë, gjumë dhe pak frymëmarrje të thellë. Peshorja. Ndryshimi në energji është i dukshëm për ty sot. Në punë mund të marrësh një sinjal për një mundësi të re, diçka që lidhet me bashkëpunim ose me komunikim. Kjo është ditë e mirë për të folur, për të propozuar dhe për të qartësuar pozicionin tënd. Në dashuri, situatat stabilizohen nëse je i hapur për të dëgjuar dhe për të folur pa mbrojtje. Nëse je në lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë afërsi. Nëse je single, dikush që është i qetë dhe racional mund të të tërheqë. Në financa, kujdes me shpenzimet, nuk është ditë për luks, por për organizim. Sot është e rëndësishme të ruash balancën midis vetes dhe të tjerëve. Nëse humb, lodhja emocionale vjen shpejt. Rregullo prioritetet dhe mos u shpërnda. Akrepi. Energjia sot është e drejtë për drejtë dhe pa iluzione. Në punë mund të marrësh informacion të rëndësishëm që të ndihmon të kuptosh drejtimin e radhës. Mos e shpërfill. Në dashuri, kjo ditë favorizon qartësi, nëse ka pasur keqkuptime, tani është momenti t'i zgjidhësh. Nëse je në lidhje, bisedat që bëhen sot kanë efekt afatgjatë. Nëse je single, dikush mund të tregojë interes më qartë. Në financa, ruaj kontrollin dhe shmang vendimet e nxituara. Mund të shfaqet një ofertë që duket e bukur, por kërkon vlerësim të qetë. Sot universi të thotë: fol drejt, vepër qartë. Nuk është dita për kompromis me vlerat e tua. Përqendrohuni në qëllimet reale, jo emocionet momentale. Dita mbyllet me ndjenjë stabiliteti nëse qëndroni fokusuar. Shigjetari. Sot ke një shtysë për të bërë më shumë, por është e rëndësishme të mos shpërndahesh. Në punë ka mundësi të mira, por vetëm një prej tyre është e duhura. Zgjidh atë që ka qëllim, jo vetëm intensitet. Në dashuri dëshiron spontanitet, por nëse e tepron me liri, tjetri ndjehet i lënë pas. Nëse je në lidhje, gjej një mënyrë për të kombinuar hapësirën me afërsinë. Nëse je single, një takim i papritur mund të ndezë interes. Në financa, është ditë neutrale, jo humbje, jo fitim i madh. Por, vendimet e sotme ndikojnë në javët në vijim. Shëndeti është i qëndrueshëm, por trupi kërkon lëvizje. Një ecje e gjatë ose aktivitet i lehtë i rikthen qartësinë mendore. Britsjapi. Dita është praktike dhe produktive për ty në punë, mund të marrësh përgjegjësi të reja që tregojnë vlerën tënde. Mos u trem nga puna, rezultatet do dalin qartë dhe më shpejt se sa mendon. Në dashuri, qasja e matur dhe e qetë ka sukses. Nëse je në lidhje, një vendim i përbashkët mund të merret. Nëse je single, dikush mund të të admirojë për stabilitetin dhe seriozitetin tënd. Në financa, dita është e mirë, mund të planifikosh afatgjatë dhe të shohësh një rritje të vogël. Sot është ditë për të qëndruar me këmbë në tokë. Mos u shpërqendro nga emocionet e të tjerëve.
Vendimet e tua janë më të sakta kur janë të ftohta dhe logjike. Ujori, sot mendja jote është e hapur dhe e qartë. Në punë, një ide që ke pasur prej kohësh mund të marrë vëmendje. Njerëzit janë gati të dëgjojnë. Në dashuri, marrëdhëniet që bazohen në komunikim dhe mirëkuptim sot forcohen. Nëse je në lidhje, është moment për të planifikuar të ardhmen me qetësi. Nëse je single, dikush me të cilin ke shkëmbyer mendime mund të bëhet më i afërt. Në financa, është ditë e mirë për të gjetur mënyra alternative për të rritur të ardhurat. Sot nuk është dita e emocioneve, është dita e qartësisë. Mbaj gjërat të thjeshta dhe të drejtpërdrejta. Peshqit, sot intuita jote është e fuqishme dhe pra e besueshme. Në punë, ndjekja e ndjesisë së parë është zgjidhja më e mirë. Mund të dallosh diçka që të tjerët nuk e shohin. Në dashuri, është një ditë e butë dhe e sinqertë. Nëse je në lidhje, partneri ka nevojë që ta dëgjosh pa e ndërprerë. Nëse je single, dikush me energji të qetë mund të afrohet. Në financa, mos e nxit veten për të bërë lëvizje të mëdha, por një vendim i vogël i bërë me qartësi mund të sjellë përfitim të qëndrueshëm. Sot është ditë për të ruajtur ritmin, jo për të nxituar. Gjërat po lëvizin, por ngadalë dhe drejt. Kjo ditë sjell qartësi, rikthim të kontrollit dhe vendime të drejta. Universi sot po flet qartë. Kush dëgjon, përfiton. Shkruaj në komente. E dëgjoj sinjalin e universit. Jep like, abonohu dhe shpërndaje këtë video që të ndihmoj edhe dikë tjetër. Sepse kur ndan qartësi, e merr mbrapsht me bekim.